Vi në protestë sepse më duket rasti në rast se nuk vinë një ditë vetëm, sepse kam shumë frikë që protesta të shuhet. Tek të gjithë të rinj dhe tek të gjithë studentët gjallë një shpresë që ne kishim humbur prej kohësh faktikisht, ne kishim bërë valixhet gati. Më mban ideja se ndryshimi nuk ndodh dhe detyru. Ndjeva një shpresë të madhe, ndjeva një komunitet, ndjeva sikur njerëzit më në fund filluan të besonin që ndryshimi ishte i mundur. Ajo çfarë kam parë ndryshoi ka qenë fakti se si shqiptarët po e konceptojnë protestën, se si shqiptarët po e konceptojnë aktivizmin. Kam parë shumë njerëz nga rrjetet shoqërore që unë ndoshta i paraqgjikoja si njerëz pa përfshim politik, por tashmë po shikoj që një pjesë e tyre jo vetëm s'po përfshihen, por janë bërë dhe themi para roja njerëzit më të zëshëm të protestës. Kam parë një kryeministër të acaruar dhe jam shumë e lumtur sepse zakonisht është arrogante dhe ironik dhe mendoj që pak nga pak po ja arrin qëllimin. Në optikën time, kjo protestë shënon fundin e kësaj klase politike. Në qoftë se nuk arrin diçka konkrete, patëm do të jemi diçka solidare që është qendroj bashkë. Do doja shumë të ndryshonte tërësisht sistemin, akoma jemi mbrapa le të themi, nuk kemi krijuar atë përfaqësinë tonë. Gjërat nuk do jemenjoj, kemi një brez të tërë që kanë fituar një ndërgjegje të re politike dhe ata nuk do kënaqen duke parë këtë sistem si është.